Është shtatori vitit 1457. Kjo zonë në Kurbin ishte shumë e ndryshme nga sot. Në fushë qëndronte një ushtri e madhe osmane. Disa autorë theksojnë se ajo shkonte deri në 80.000. Në krye të saj është Isak Bej Evrenozi dhe Hamza Kastrioti, që tashmë ka kaluar në krahun tjetër. Prej javësh, ata kanë shkelur territorin arbëror, duke goditur e shkatruar vendbanime e kështjella të shumta, por pa rënë në gjurmët e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Të dhënat që kanë bërritur në kampin Osman thonë se krye heroi ishte braktisur nga të tijët dhe tashmë po mbrohej maleve me vetëm pak njerëz besnik rreth tij. Në shtator, këto informacione duken gjithnjë e më të sigurta. Forcat e Skënderbeut nuk shfaqen askund. Në kampin Osman, të vendosur për kilometra të tërë në këto anë, po bëhen thuajse gati të festojnë fundin e rezistencës arbërore. Por pikërisht atëherë kur gjithçka duket se ka përfunduar, një sulm i befasishëm ndodh nga disa krah të ndryshme. Gjergj Kastrioti i prin ushtrisë së tij, shumë më të vogël në numër, por e gatshme për të shkuar sërish deri në fund të kësaj betejë. Tu u zhvillua ajo që njihet në histori si Beteja e Albulenës, një ndër më të përgjakshmet e kësaj periudhe. Për herë të parë, Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, përdori një tjetër strategji për të mposhtur përveç kundërshtarëve, edhe nipin e tij, që ishte bashkuar me ta. Por çfarë ndodhi në fushën pasmeje, në shtatorin e vitit 1457? Përse kjo betejë konsiderohet si një ndër kryeveprat ushtarake të heroit kombëtar? Do të rikthehemi në kohë për të dëshmuar një ndër betejat më të mëdha të heroit kombëtar, Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Vitet e fundit, para betejës së Albulenës, nuk janë as pak të thjeshta. Në 1455-ën, arbërorët pësojnë në Berat humbjen e pare të vetme, gjatë periudhës së Kastriotit. Vetë Skënderbeu nuk është në krye të ushtrisë, ndërsa vendimtare në rezultatin e saj është tradhtia e një prej gjeneralëve kryesor të tij, Mojsi Golemit. Çka sjell viti më të disfata, po themi, viti 1455 në Berat? Unë mund ta quaj një hemoragji në radhët e besnikëve, njerëz më të afërt herojt tonë kombëtar, duke nisur nga Mojsi Golemi. Kemi po ashtu edhe tradhtinë e nipit në muajin tetor të vitit 1456. Tashmë kemi nipin e tij Gjergj Stres Balshën, i cili u shet osmanëve, i lënë të lirë hap portat e Modricës, në një kështjellë shumë të rëndësishme kufitare që zëvendësonte deri diku Svetigradin. Mojsi Golemi e më pas Gjergj Stres Balsha janë dy tradhti që e prekën jo pak Gjergj Kastriotin. Megjithatë, ai duket se peshoi mirë
reagimin e tij. Mojsi Golemin e mposhti në vitin 1456 në fush betejë, e më pas e lejoi të rikthehet sërish në ushtrinë arbërore. Po kështu, Gjergj Stres Balsha u burgos në burgjet e Napolit, por edhe ai, pas dënimit, u lejua të rikthehet, si për të treguar se fryma e bashkimit duhet ishte më e fortë se çdo problem, mëri apo qoftë edhe tradhti, siç ndodhi me dy njerëzit e tij më të afërt. Por në vitin 1456, Skënderbeu merr edhe goditjen e tretë. Këtë herë, tradhtia i vjen nga nipi dhe krau i tij i djathtë, Hamza Kastrioti. Hamzaj largohet për Andrin Osmanin, për aset një marrëveshje me sultanin, jep variantin e tij për të kryer një marrëveshje, në ndryshim nga Mojsi Golemi merr dhe familjen si mas garancie me vete, gruan bashkë me fëmijë dhe bëhet shumë i besueshëm tek Sultan Mehmeti II Fatih. Hamzai është i papërmbajtshëm. Ai kërkon me çdo kusht dhe në kohë sa më të shkurtër një ushtri të madhe, përmes së cilës të sfidoi e rrëzoi nga froni xhaxhain e tij, Skënderbeun. Sultani beson, por jo plotësisht. E vendos në drejtim të një force speciale, ndërsa drejtimin e përgjithshëm të ushtrisë ja beson Isak Bey Evrenozit. Ushtria që do të marshojë drejt trojeve arbërore është e frikshme. Sipas të dhënave, ajo përbëhej nga jo më pak se 50.000 ushtarë. Jemi vetëm në nisje të asaj që studiues e historian të shumtë e konsiderojnë si betejën ndoshta më të përgjakshme të Skënderbeut. Ishte koha kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu me tradhtinë e Hamzait, me largimin e tij, bashkë me familjen, pse goditë të rënë, por edhe në popull faktikisht pat një reakcion. Edhe vetë populli, siç del nga burimet e kohës dhe nga jetëshkuesit klasik të kryeherojt, ishte trembur. Kishte pësuar, si po themi, kishte pushtuar një ndjenjë frikës se çfarë mund ndodhte për të ardhmen e tyre. Pse? Sepse Hamzai njeh shumë mirë taktikën, strategjinë e kryeherojt. Kishte luftuar krah për krah ti, duke nisur që nga betejë e Nishit. Hamzai i dinte strategjinë dhe taktikën, sepse ishte rritë së bashku dhe njëkohësisht edhe i njihte intimitetin, apo më thon, intimitetin e gjitha fshehtësisë sekrete që i kishte ushtria arbërore ai njihte. Prandaj ai e përdorit strategjinë tjetër apo taktikën tjetër që ai nuk e njihte. Hamzai i njeh mirë strategjitë ushtarake të xhaxhait të tij. Kjo është ajo të cilës i druhen të gjithë. Befasia, vendosja, goditja e shpejtë dhe ashpër kanë qenë armët e tij më të rëndësishme. Tashmë, përballë po vjen një njeri i afërt, me të cilin të gjitha këto strategji janë menduar e diskutuar më parë. Ndaj Skënderbeut i duhet të projektojë diçka krejtësisht të re, e cila të befasojë edhe vetë nipin e tij dhe ushtrinë e madhe osmane. Dhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu do të projektojë shpejt një strategji të re në planin ushtarak. Ai bën një lëvizje që edhe vetë nipi i tij e ka thuajse të pamundur ta parashikojë. Çka ndodh? Me depërtimin e ushtrisë osmane në territorin shqiptar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu është hera e parë që përdor një taktikë tjetër, atë të tërheqjes strategjike. Bërë një tërheqje plot strategjike nga zonat kufitare. Mbajti garnizone vetëm kështjella. Popullsinë strehoi në male. Vendosi të përdorë edhe taktikën e tokës djegur, mos lej prodhime në fush, ku ishte sigurt se do të shërbente si material furnizimi për ushtrinë osmane. Gjergj Kastrioti e përpunoi idenë, taktikën ose strategjinë së bashku me të dytë, domethënë me Vladan Gjurisën edhe me Kontin Vrana,
Dhe unë nxorr ky përfundim. Përfundimi ishte që të bëhet një tërheqje e përbashkët dhe të bëhet plani sikur e braktisën ose u shpërbë ushtria dhe Gjeshka mbeti vetëm. Çfarë synon përmes kësaj strategjie Kastrioti? Në fakt, të gjitha lëvizjet e tij bëhen në funksion të një plani të qartë. Ai do që krerët e ushtrisë osmane të mendojnë se ushtria po e braktis dhe mbështetja i ka rënë ndjeshëm. Largon forcat kufitare, lejon hyrjen e ushtrisë osmane pa asnjë rezistencë dhe jo vetëm kaq. Strategjia është menduar në çdo detaj të saj. Një ndeshje e parë ndodh në muajin korrik të vitit 1457 në fushën e Oranikut, në Dibër të Madhe. Duke ndjekur një plan të mirë organizuar, ushtria arbërore me në krye Skënderbeun bën sikur është zënë në befasi dhe detyrohet të tërhiqet nga sulmi i ushtrisë osmane. Gjithçka lidhet me planin e përgjithshëm që synon ta paraqesë Kastriotin të dobët dhe gjithnjë e më të vetmuar. Me një pjesë të kalorësisë që mbante me vete kryesisht, kuptohet garda pretoriane, truprohet e tij personale, tërhiqet sikur gjoja ndjehet i friksuar. Veç çka ndodh? Ndjek vazhdimisht rrjedhën, po themi, e zallit të Bulqizës, depërton luginën e Matit, nëpërmjet luginës së Matit depërton del në fushë midis Milotit dhe Planës dhe strehon qytetin e Lezhës. Qyteti i Lezhës kuptohet qytet aso kohë, qyteti i kontrolluar nga Republika Veneciane. Një repar zbulues osman është angazhuar nga Isak Bej Evrenozi dhe Hamza Kastrioti për të ndjekur përse largti dhe në mënyrë të fshehtë të gjithë lëvizjen e Skënderbeut dhe njerëzve të tij. Ata e kanë ndjekur deri në afërsi të qytetit të Lezhës, duke kaluar pa probleme të gjitha ngushticat që më parë kishin qenë vdekje prurse për ushtrinë osmane. Askush nuk e ka nuhatur se ky është një plan dhe Gjeshka Kastrioti qëndron disa lëvizje para tyre. Reparti special kthehet në kampin osman të ngritur në zonën e Dibrës së Madhe, ku njoftojnë se Skënderbeu është strehuar për të mbrojtur në qytetin e Lezhës. Por çfarë ndodh në të vërtetë? Zbuluesit u kthyen dhe njoftuan çka kishin parë, se Skënderbeu ishte drejtuar me të gjitha forcat për në bregun e detit, në krajinën ku ndodhet qyteti Lisiusit. Të pyetur për numrin e forcave, thanë se sipas mendimin të tyre, zor se plotësonin një legjon ushtarësh. Pra informatorët e ushtrisë osmane kanë raportuar jo thjesht lëvizjet e Skënderbeut drejt Lezhës, por edhe faktin shumë të rëndësishëm sa i kishte pas vetes një ushtri të vogël. Për referencë, merret Legioni i Vjetër Romak. Sipas të dhënave një i tillë, në kohët e perandorisë romake, zotronte në maksimumin e tij 6.000 luftëtar e kalorës. Informatorët osman theksojnë se Kastrioti as nuk arrinte ta plotësonte një numër të tillë. Kjo natyrshëm u jep siguri ushtrisë osmane për të sulmuar me forcë të plotë. Këto janë të dhënat që informatorët kanë mbledhur, por si qëndron e vërteta, bazuar tek burimet e shumta të kohës. Në radhë të parë, Gjeshka Kastrioti, Skënderbeu, nuk qëndron në Lezhë. Përkundrazi, nga krahu tjetër, sipas burimeve, autorëve të ndryshëm, ai e ka strehuar, e ka fshehur ushtrinë e tij në luginën e Skurajve, në zonën e Kurbinit. Pra, të dyja informacionet që informatorët çojnë në kampin kryesor janë të gabuara. Skënderbeu as nuk ndodhet në Lezhë dhe as nuk ka një ushtri aq të vogël sa çmendohet. Strategjia po funksionon dhe ky është vetëm fillimi. Kështu nga Isak Bej Evrenozi,
u dha shenjë që të përgatitej menjëherë ushtria për t'i vajtur nga pas Skënderbeut. Ushtarët e pritën tërë zjarr e me një entuziazëm të pamasa të lajm. Vet Hamzai, me fytyrë të qeshur, se pati të vështirë të anonte gjithashtu nga mendimi në fjalë. Forcat osmane kanë kthyer deri në qytetin e Borrelit sotëm, kanë vijuar drejt veriut, më pas i kanë ndjekur rrugën, nëse mund të themi rrugën perëndimore për të dalë në malin e Skënderbeut, në Qafshtamën sotme. Disa burime thonë se mund të kenë ndjekur ndoshta edhe Morrizin, qafën e Morrizit, jo Qafshtamën. Ushtria osmane kalone pa shqetësuar Qafshtamën dhe zbret në veri të fushës së Krujës. Nga aty, lëvizja e rreth 50.000 trupave, disa thonë 80.000, vion drejt Lezhës, ku ata mendonin se ndodhej Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Sipas burimeve, kampi qendror i ushtrisë osmane vendoset në fushën e Kurbinit, më saktësisht në zonën mes Sanxhakut të sotëm dhe fshatit Zhej. Në këtë zonë pasmeje u vendos kampi. Dokumentat, autorët, dëshmitarët e kohës rrëfejnë për një hapësirë, për një territor vërtet të gjerë, ku ishin vendosur e ngritur çadrat e ushtrisë kundështare. Pikërisht në këtë zonë u zhvillua gjithçka. Por çfarë ndodhi? Si rrjedh mëtej historia? Si përfundoi betejë e Albulenës? Shihemi vetëm pas pak. E tërhequr nga pafuqia në dukje e Skënderbeut, ushtria osmane ka marshuar nga zona e Dibrës së Madhe drejt qendrës së territorit arbëror, në Kurbin, jo larg Lezhës. Ata mendojnë se me një sulm masive të ashpër do të mund të shkatrojnë plotësisht Kastriotin dhe atë pak ushtri që sipas të dhënave të tyre i ka mbetur ende besnike. Në realitet, gjërat janë shumë të ndryshme. Informacioni që ushtria osmane ka mbledhur po i çon drejt një kurthi që ata me sa duket nuk e kanë kuptuar. Data kur ato kanë ngritur kampin tu, del nga burimet veneciane dhe bëhet fjalë për datën 28 korrik, pra fundi i muajit korrik, 28 korrik të vitit 1457. Në gjatë kësaj kohe, forcat osmane të udhëhequra kryesisht nga Hamza Kastrioti shkatrojnë Shufadajen. Një atë kohë tentojnë për të sulmuar qytetin Lezhës ku mendonin se ndodhej kryeheroj, por tërhiqen. Shumë fshatra përreth u dogjën e Platshkitën, ndërkohë që banorët janë shpërngulur më herët në zonat të larta malore, veç Shufadajës, një qendër e rëndësishme tregtare në Grykderdhen e Lumit Madh. Sipas burimeve veneciane, por edhe osmane, në të njëjtën periudhë u shkatrua edhe kështjella e Rodonit, një tjetër pikë strategjike e Skënderbeut. Të gjitha këto ndodhin pas një reagim nga arbërorët. Fuqia, organizimi, rezistenca kanë rënë. Të paktën kjo është ajo që duket, sepse në realitet gjërat qëndrojnë shumë ndryshe. Diku në prapatok, në thellësinë e maleve, diçka po zihen. Gjatë kësaj periudhe çfarë ndodh? Gjergj Kastrioti Skënderbeu përdori taktikë stash dhe strategjisë se kishte përdorur kurrë më parë. Strategjia e kesh informimit, ose mund ta shihim me terma modern ushtarak sot.
Por si funksiononte kjo strategji dhe çfarë qëndron pas saj? Atëre, si ishte kes informimit? Çonte informacion të rrem kampin Osman, sikur ai është zhdukur, sikur njerëzit e tij e kanë braktisur, sikur populli nuk ishte më me të, sepse disa banorë të dërguar prej TIK, kryetar fshatrës kryesisht, erdhën të shfaqen vetë kampin Osman, duke dhënë informacion të rreme, nuk e kemi pa, nuk dim se ku ndodhet, nuk ndodhet as qytetin e Lezhës, ka mundësi të jetë larguar, disa të tjerë thonin është larguar male, e kanë braktisur njerëzit dhe po lufton për të shpëtuar kokën e tij. Pikërisht ushtria armike e ndinte veten si fituese sepse kishte shkuar në vesh se Gjergj Kastrioti ishte të rregull, ushtrinë e tij dhe ishte shpërbër ushtria e tij dhe kështu ajo e ndinte veten tepër rehat, tepër komod. Dhe ajo, siç thash, u pas i vendosi çadrat në brendësitë e arbërisë. Interesant është se Gjergj Kastrioti, për të bërë gjithçka më të besueshme, edhe në letërkëmbimet që ka me venecianët e napoletanët, në Lezhë, Shkodër, Ulqinë e Mëtej, krijon përshtypjen sikur ai tashmë i ka humbur të gjitha shpresat dhe e ka të pamundur të përballet mëtej me ushtrinë osmane. Edhe në këtë pikë, letërkëmbimet e tij e kanë një qëllim. Skënderbeu mendon se segmente të caktuara në brendësitë e Republikës së Venedikut luajnë një lojë të dyfishtë. E në fakt, kështu është, sepse mjaft nga këto të dhëna që ai dërgon, përfundojnë tek osmanët dhe në këtë mënyrë shërbejnë si një tjetër fije për të keq informuar kundërshtarët e tij. I gjithë muaj gusht 1457 kalon i tillë. Forcat arbërore nuk bëjnë rezistencë. Skënderbeu nuk duket askund. Të dhënat që vinë tregojnë për pafuqi të tij. Duket si një histori dorëzimi të plot, ku një prijes po përpiqet me çdo kusht të shpëtoj veten dhe asgjë tjetër. Atëre, në kampin Osman, ra vigilenca, u mblodhen në kamp për të diskutuar se çfarë do të bënin. Nuk mund i këndonin fitore akoma pa arritur fitoren, edhe çfarë vendosen. U vendosen dy variante. Të sulmojnë qytetin e Lezhës ku mendoi se mund të strehojë sëri Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ose me këto forca, se sipas tyre ishin të mjaftueshme, mund të rrethonin Kështjellën e Krujës, të merren Kështjellën e Krujës. Ndërkohë që zhvillohen këto bisedime dhe gatishmëria e ushtrisë osmane është në minimumin e saj, Skënderbeu lëviz ushtrinë nga lugina e Skurajt në një zonë malore më të afërt me kampin kundërshtar. E gjithë kjo ndodh në prapatok, në zona të thyera e të pamundura për të zbuluar. Nga këtu, do të jetësohet i gjithë plani i sulmit. Por si u organizua ky sulm dhe cilët janë prijesit e tij? Edhe në këtë pikë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu e studioi në mënyrë të detajuar gjithçka. Ai e ndau ushtrinë në disa pjesë, dhe kjo për një arsye shumë të rëndësishme. Ushtria arbërore, prej rreth 17.000 luftëtarësh, u nda në 4 pjesë. Në qendër u vendosën 2 njësi ushtarake. Ajo kryesore drejtohet prej vetë Skënderbeut, ndërsa tjetra, diçka më pas, prej Tanush Topis. Njësia e tretë, që ka pozicionin verior, drejtohet nga Gjon Stres Balsha dhe Pjetër Emanueli. Njësia e katërt në jug, mban në drejtim Mojsi Golemin, goditja e të cilit duhet të jetë ajo finale. Ishte mesi i ditës kulmit të nxehtit, mesi i ditës së 2 shtatorit 1457. Nëse mund të themi ne veriorët e shohim në terma krajinor Zheg, kulmi i vapës së asaj dite.
nuk përcaktohet orari fiks, por betejë ka nis pak pas mesditë dhe ka zgjatur derisa është errësuar nata. Pra, për llogaritet paktën më shumë se 6 orë, ndoshta deri në 8 orë luftime, pa ndërprerje, mund të themi. Autorët dëshmojnë të dhëna të ndryshme sa i takon numrit të dy ushtrive. Primo Damaskino shkruan se ushtria osmane përbëhej nga më shumë se 40.000 ushtarë. Po kaq dëshmojnë edhe historiani turk Süleyman Külçe dhe ai britanik Harry Hodgkinson. Një tjetër autor i njohur, Dimitër Frangu, cilëson ushtrinë osmane të përbërë nga mbi 50.000 ushtarë. Edhe italiani Campana i qëndron të dhënës së njëjtë. Mund të rendisim autor pas autorësh, sepse kjo betejë, me sa duket ka tërhequr natyrshëm një vëmendje të shtuar. Shifrat janë të ndryshme dhe ato lëvizin ushtrinë osmane në një përbërje nga 40 deri në 80.000 ushtarë. Sulmi i ushtrisë arbërore është i befasishëm. Duke qenë se ka ndodhur diku gjatë orarit të drekës, e ka gjetur ushtrinë kundërshtare të papërgatitur. Vetëm një prej tyre, sipas autorëve, dëshmive të shumta, me sa duket e ka ndjerë se një sulm i tillë mund të ndodhte. Drejtimi i sulmit të grupit qendror të Veçgjës Kastriotit Skënderbeut u drejtua fillimisht në pjesën ku ndodhej Hamzai, për pjesën very lindore të kampit, por fillimisht duhet të eliminonte rojet që ndodheshin në pjesën lindore të kampit. Nga zona e sipërme e fshatit Zhej, rreth 5 kilometra nga Laçi i Sotëm, njësia e parë e drejtuar nga vetë Gjergj Kastrioti sulmon në qendër, ku në gatishmëri ndodhet nipi i tij, Hamzai. Njëri prej rojeve të kampit arriti që të mbijetojë sulmit, por dhe dha kushtrimin në pjesën qendrore të kampit duke ngritur në këmbë ato që ishin gatshëm. Dhe të vetmin që ishin gatshëm, siç thash, ishin vizilent, ishte kush? Hamza Kastrioti me 5.000 kalorësit e tij. Përplasja e parë mes xhaxhait e nipit, sipas të gjitha burimeve, dëshmohet vërtet e ashpër. Madje çarja e qendrës së kampit osman i mori jo pak kohë Skënderbeut. Por megjithatë, siç kuptohet nga dokumentat, plani ka vijuar i njëjtë. Menjëherë, i jepet urdhër forcave të këmbësorisë arbërore të sulmojnë me në krye Tanush Topin. Sulmi është i shpejtë dhe i shoqërohet edhe me një detaj tjetër të rëndësishëm. Sipas sinjalit të Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, grupe të caktuara të ushtrisë arbërore nisën me njëherë t'i bien trumpetave, daulleve, veglave të tjera të bënin sa më shumë zhurmë. Kjo, sipas Marin Barletit, shkaktoi me njëherë kaos, frikë, rrëmuj, paqartësi tek ushtria kundërshtare. Dhe gjithçka ndodh kur sulmi i arbërorëve vijon. Kodrat e luginat fqinje po kumbonin tani më nga britmat e njerëzve dhe nga zëri burive. Kështu kundërshtarët që po vdisnin nga frika, duke kujtuar se kishin pllakosur atje, fuqitë të gjithë Epirit dhe bashkë me to të Dalmacisë fqinje, filluan të merrnin nga çdo anë dhe të iknin nga të mundnin. Strategjia e Skënderbeut kërkon të shkaktojë jo vetëm rrëmuj, por edhe t'i bëjë të duken në forcat arbërore më të shumta se që janë vërtet në numër. Duhet kujtuar se përballë ushtrisë osmane, e cila sipas burimeve në minimumin e saj përbëhet nga 40.000 ushtarë, gjendet një forcë më e vogël arbërore, e përbërë nga rreth 17.000 luftëtarë. Kërdi e madhe u bë kudo që kishte qëndres. Shumë gjaku derdh, si nga ta që iknin, si nga ta që qëndronin. Me lumejnë të tjerë gjaku, po mbytej toka ku sulmonte Skënderbeu me forcat e veta. Momenti i parë lidhet me befasin. Ajo pasohet nga rrëmuja, mungesa e organizimit dhe sapo kundërshtarët përpiqen të shtrëngojnë radhët për t'ju përgjigjur goditjes së papritur. Skënderbeu urdhëron sulmin e njësisë së tretë arbërore, të drejtuar
nga Gjon Stres Balsha dhe Pjetër Emanueli. Çka ndodh? Ato shpërqendrohen, nuk din nga të mbrohen, atëherë për llogarisin se ta ndanë dy pjesë, nga sulmi se po përgatisin detyron të kthehen sërish në mbrojtje, pasi u mposht Hamzaj, tashmë mbeti vetëm qendra. Hamzaj, gjatë kësaj kohe, Hamzaj u tërhoq duke forcuar, por themi, u tërhoq me trupat e mbetësh që mbjetuar në sulmit të Gjergj Kastell Skënderbeut dhe u ngjesh me ato të komandantit përgjithshëm Isak Bey Vernozit. Ushtria Osmane ngjeshet edhe një herë pas vetes, duke riorganizuar forcat e mbetura për të përballuar sulmin e Trefisht. Por ndërkohë që kjo ndodh, Kastrioti e urdhër për goditjen e fundit. Nga krahu jugor, sulmon forca tjetër arbërore, me në krye Mojsi Golemin. Tashmë fati i luftës është vendosur. Ushtria Osmane ka të pamundur të përballojë edhe këtë sulm të fundit, ku 4.000 luftëtarë të tjerë arbëror hidhen në fushë betejë. Isak Bey Evrenozi arrin të çajë rrethimin dhe bashkë me një forcë të vogël të gardës së tij të largohet nga fushë beteja. Hamzaj përpiqet ta ndjek, por ai zgjedh rob pikërisht nga bashkëluftëtari dhe shoku i tij i dikurshëm, Zaharia Gropa. Mbetën të vrarë, s'ka asnjë burim që jep, edhe burimet osmane vetë nuk japin në 20.000 të vrarë në këtë betejë. Burimet e kohës flasim nga 20.000 deri në 30.000, po ka dhe disa burime që çojnë numrin e të vrarëve në këtë fushë betejë deri në 35.000. Beteja qendrore ose zemra e kësaj epokës kastriotjane, po me thonë, qëndron në betejën e Albulenës. Duke mos harruar edhe betejën e Troviollit, po beteja e Albulenës i jep vull, domethënë qëndresës arbërore në gjithë epokën e saj në kohën e Gjergj Kastriotit. Burime theksojnë se disa mijëra u zun rob, të tjerë mbetën të vrarë duke u përpjekur të largohen. Dihet se çfarë ndodhi më pas me Hamza Kastriotin, çka e kemi trajtuar në një tjetër dokumentar. Beteja e Albulenës tërhoqi vëmendjen e shumë autorëve, jo thjesht për shkak të ashpërsisë me të cilën u zhvillua, por edhe strategjisë që përdori Gjergj Kastrioti, ndaj ajo u cilësua si një ndër kryeveprat e tij në planin ushtarak. Po Marin Barleti thotë as i madh ishte gjaku, sa ka edhe toponime që lidhen me fshatin e sotëm Fushkuqe, prandaj ka marrë dhe emrin. Shumë autor besojnë se lidhet ky toponim pikërisht me betejën e Albulenës, po fshati Fushkuqe, fusha u bë aq e kuqe sa e mori emrin, thot Marin Barleti, nga fusha e bardhë, nga Albulae, siç e quajnë, nga fusha e bardhë tashmë mund quhet lirisht fusha e kuqe. U zun 20 flamur ushtarak, të një madhësie dhe bukurie të veçantë. 1500 njerëz të gjallë, kurse plaçka e kuajve dhe gjërave të tjera që e pabesueshme. Beteja e Albulenës i dha një shkisë të qëndrueshmërisë moralit, sepse i dha një moral fort ushtrisë arbërore, prandaj u konsideroi një ndër fitoret më të rëndësishme të arbërisë. Është tepër e rëndësishme sepse prania frymëzuese e figurës Gjergj Kastrioti në arenë ndërkombëtare fillon nga këtu. Domethënë nga këtu fillon prania e frymës Gjergj Kastriotit të shpërndahet dhe në Evropë dhe kjo është domethënë rëndësia e kësaj është edhe ushtarake, por është edhe politike, sepse këtu fillon domethënë arbëria ta luajë rolin të cilin edhe pastaj shumë kronistë, por edhe autorë të tjerë ja japin me të drejtë si mburoj e qytetërimit evropian. Të nesërmen, Skënderbeu i trembur, se mos gjithë ato kufoma të prishura, sidomos nga një vap si ajo, prishnin njëkohësisht edhe ajrin me erën e tyre. U lau armiqve borxhin e fundit, që mund t'u lajë. Kuaj e zotër njëkohësisht, u shtin në shumë vende në dhe. Bardhëza mund ta kishte ndruar fare mirë emrin atë ditë, për shkak të gjithë atij gjaku që u derdh, e mbyti dhen. Sot në këtë vend nuk ka më asnjë shenjë nga ajo betejë e madhe. Është vetëm ky lapidar i thjesht dhe asgjë tjetër. Për betejën e Albulenës janë kënduar këngë, është shkruar, por kërkime këtu në terren e vështirë të thuhet nëse janë bërë. Nëse mbështetesh tek të dhënat dokumentare, këtu pati aq shumë viktima, sa pa dyshim diçka nën tokë duhet të ruhet.
Megjithatë sot, nuk mund të themi më shumë. Po ecim në fushbetejën e asaj kohe, këtu ku dokumentat, të dhënat e autorëve të shumt nga gjithë bota, por edhe legjendat e mitet, përplasen me njëra tjetrën. Është e vështirë të përshkruash ato drek të nxehtë shtatori të vitit 1457. Këtu, ku sot ndihet vetëm fshfërim aerës dhe ndonjë makinë që kalon në rrugën pranë, as së kohe përballeshin dy ushtri të mëdha në betejën ndoshta më të ashpër të periudhës së Skënderbeut.